Do të fillojmë të sjellim karakteristikat e plota të shenjave të zodiakut. Shenja e parë është dashi. Do të përfshijmë këtu të gjitha detajet se si është një dash. Dashi është shenja e parë e zodiakut dhe pikërisht për këtë arsye simbolizon fillimin, lindjen e një cikli të ri dhe forcën për të hapur rrugë aty ku të tjerët hezitojnë. I lindur midis 21 marsit dhe 19 prillit, ai sundohet nga planeti Mars, planeti i veprimit, guximit, energjisë dhe luftës. Elementi i tij është zjarri, ndërsa modaliteti është kardinal, që do të thotë se dashi nuk pret që gjërat të ndodhin, por i bën ato të ndodhin. Në astrologji, dashi përfaqëson shpirtin pionier. Ai është personi që ngrihet i pari, që provon rrugë të reja dhe që nuk trembet nga sfidat. Kur të tjerët ende analizojnë situatën, dashi ka hedhur tashmë hapin e parë. Pikërisht kjo e bën një lider natyral. Ai nuk ka frikë nga konkurrenca, përkundrazi, konkurrenca dashit i zgjon dëshirën për të fituar dhe për të provuar veten. Njerëzit e lindur në shenjën e dashit kanë një energji të jashtëzakonshme. Ata janë aktive, entuziast dhe rrallë qëndrojnë pa bërë diçka. Rutinat e gjata dhe monotonia i lodhin shpejt. Kanë nevojë për disa sfida të reja, aventura dhe objektiva që i motivojnë. Kur ndihen të frymëzuar, janë të aftë të punojnë me intensitet të madh dhe të arrijnë rezultate që të tjerët i konsiderojnë të pamundura. Një nga cilësitë më të forta të dashit është guximi. Ai nuk ka frikë të marrë përgjegjësi, të mbrojë njerëzit që do apo të përballet me situata të vështira. Në shumë raste është personi që të tjerët kërkojnë kur duhet marrë një vendim i shpejt ose kur duhet dikush që të udhëheq. Ka një vetbesim të lindur dhe shpesh transmeton siguri edhe tek ata që e rrethojnë. Megjithatë, çdo forcë ka edhe anën tjetër. Impulsiviteti është sfida më e madhe e dashit. Shpesh vepron para se të mendojë dhe më pas kupton se mund të kishte zgjedhur një rrugë më të mirë. Padurimi është një tjetër tipar karakteristik. Dashi dëshiron rezultate menjëherë dhe nuk e ka të lehtë të presë. Kur gjërat ecin ngadalë, mund të bëhet nervoz, i acaruar ose të humbas interesin. Në marrëdhëniet personale, dashi është i drejtë për drejtë dhe i sinqert. Nuk i pëlqen lojrat, manipulimet apo fjalët me nënkuptime. Nëse ka diçka për të thënë, zakonisht e thot pa filtra. Kjo ndonjëherë mund të lëndojë njerëzit më të ndjeshëm, edhe pse qëllimi i tij nuk është të ofendojë. Për dashin e vërteta është gjithmonë më e rëndësishme se diplomacia. Në dashuri, dashi jepet me pasion dhe me intensitet. Kur bie në dashuri jep shumë energji, emocion dhe përkushtim. I pëlqen ta fitoj partnerin, ta surprizoj dhe ta bëj të ndihet i veçantë. Megjithatë, dashi ka nevojë për një partner që të ecë në të njëjtin ritëm me të, nuk duron kontrollin e tepërt, xhelozinë e vazhdueshme apo kufizimin e lirisë personale. Për dashin, dashuria duhet të jetë një aventurë ku të dy partnerët rriten së bashku. Në miqësi është besnik, mbrojtës dhe gjithmonë i gatshëm të ndihmojë. Nëse je mik i një dashi, ke pranë një person që nuk të lë vetëm në momentet e vështira. Ai mund të mos jetë gjithmonë romantik me fjalë, por është nga ata njerëz që veprojnë. Nëse ke nevojë për ndihmë në mes të natës, dashi është ndër të parët që do të vijë. Në punë, dashi shkëlqen në role që kërkojnë iniciativë, vendimarrje dhe leadership. Është i përshtatshëm për sipërmarrje, sport, ushtri, polici, mjeksi, biznes, inxhinieri, menaxhim, teknologji dhe çdo profesion ku duhet guxim dhe reagim i shpejt. Nuk ndihet mirë në ambiente ku duhet të ndjek vazhdimisht urdhra, pa pasur mundësi të shprehë idetë e veta, sepse është ideator. Marrëdhënia e dashit me paranë është interesante. Dashi di të fitojë para sepse nuk ka frikë të punojë dhe të ndërmarrë rreziqe. Por po aq shpejt sa i fiton, mund edhe të shpenzojë. Shpesh investon në përvoja, udhëtime, pajisje apo projekte që i duken emocionuese. Mësimi më i madh financiar për dashin është durimi dhe planifikimi afatgjatë. Kur përballet me stres, reagimi i parë i dashit është veprimi. Ai nuk është nga ata që dorëzohen lehtë. Megjithatë, nëse pengesat zgjasin shumë, mund të shpërthejnë në zemërim ose të marrë vendime impulsive.
Me kalimin e moshës mëson se forca e vërtet nuk qëndron vetëm te shpejtësia, por edhe te vetë kontrolli. Shumë njerëz mendojnë se Dashi është thjesht agresiv ose kokfort, por kjo është vetëm një pjesë e karakterit të tij. Në thellësi ai është idealist, i ndershëm dhe ka një zemër të madhe. Nuk duron pa drejtësinë dhe shpesh lufton jo vetëm për veten, por edhe për ata që nuk kanë zë, pra që nuk ndihen. Kur përdor energjinë, guximin dhe pasionin me mençuri, Dashi bëhet një frymëzim për të tjerët dhe një nga liderët më të fortë të zodiakut. Këshilla astrologjike për Dashin është e thjeshtë, mos e humb kur guximin që të karakterizon, por mëso ta shoqërosh me durim, strategji dhe dëgjim të tjerëve. Kur zemra jote e zjarrt bashkohet me mençurinë, nuk ka pengesë që nuk mund ta kapërcesh Dash.